Për mbarvajtjen e ndeshjes, policia ka hartuar një plan të detajuar masash, me të cilat na njeh në komunikim të drejtë për drejtë gazetari Merin Maçi. Merin, cilat janë masat e marra nga policia për këtë ndeshje? Anjola, për rreth 1000 efektiv do t'jenë në terren për të garantuar mbarvajtjen e ndeshjes së dytë kualifikuese të kombëtares shqiptare në ëndrrën e madhe atë të botrorit të ardhshëm, duke nisur nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, kryqëzimi pas krave të mi në afërsi të godinës së Presidencës, të gjitha rrugët që të lidhin me stadiumin Erol Benja do të jenë në një kufizim total sa i takon lëvizjes së automjeteve, por dhe qytetarëve me përjashtim të gjithë qytetarëve të cilët kanë siguruar një biletë dhe të jenë të pranishëm në impiantin Erol Benja për të parë nga afër kuqezintën në këtë përballje të mbrëmjes sotme kundër Andorës. Dyert e stadiumit do të jenë të hapura që prej orës 18, ndërkohë që në të gjitha hyrjet për e aksesueshme për në stadium do të ketë një prezencë të shtuar të punojësve të policisë, të cilët do të kalojnë në një kontroll të imësishëm secilin prej tifozëve që do të jenë të pranishëm për të ndjekur nga afër kombëtaren shqiptare.